Vuani nga gazra dhe fryrja e barkut, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Dëshirojmë të pranojmë ose jo, por të gjithë kemi gazra. Ndodh për shkak të shpërbërjes së ushqimeve në zorrën e trashë dhe shumë njerëz kanë mesatarisht 14 herë në ditë lëshim të gazrave. Mirë po, kur theprohet mund të jetë shenjë se trupi juaj dëshiron të tregojë diçka. Ju keni ngrënë shumë fibra. Edhe pse sistemi i tretës ka nevojë për ushqime të shëndetshme të pasura me fibra që të punojë si duhet, nëse ha më tepër se zakonisht mund të shkaktojë fryrje. Jeni alergjik me qumshtin. Gazrat e stomakut janë një mënyrë e trupit për të sinjalizuar intolerancën ndaj glutenit dhe gjithashtu 40 milion amerikanë nuk e kanë enzimën e nevojshme për të tretur dhe krijojnë më shumë probleme me gazrat. Zgjidhni ushqimet e gabuara. Fasulet janë të njohura për shkaktimin e gazrave, por perimet sikur brokoli, lule lakra, lakrat e Brukselit gjithashtu shkaktojnë fryrje dhe gazra të tepërta. Ndaj konsumoni gjithashtu në sasinë e duhur.